Një nga destinacionet më të afërta për Tiranën ose për kryeqytetasit, për banorët që jetojnë në Tiranë, është edhe Durrësi. Në fakt, të fundjavë ne zgjodhëm pikërisht të vizitojmë Durrësin dhe të kalojmë fundjavën në Durrës, por duke qenë se fundjavat janë të ngarkuara edhe autostrada ka shumë trafik dhe ti nisesh për drek dhe përfundon për darkë, zgjodhëm të kalojmë nga rruga e vjetër e Ndroqit, që në fakt është cop-cop, gropa-gropa, por të paktën nuk shkatrojmë nervat në trafikun e rënduar. Qëndroni në këtë video sepse do të shkojmë diku ku nuk kemi shkuar më parë. Edhe pse është një rrugë tejet e amortizuar, siç po e shihni, lëvizja makinash ka. Është përfolur në fakt që ky aks do të rehabilitohet, por gjithçka ka mbetur në letër dhe në kuadër të tashetemeve. Pasi pamjet flasin vetë. Rruga e shkurtër të nxjerr më gjatë. Në fakt, qyteti i Durrësit shpeshherë anashkalohet dhe perceptohet sikur shtrihet nga ura e Dajlanit drejt plepave, por në fakt ajo është pjesa e plazhit, ndërsa pjesa që më pëlqen më shumë është ajo pak që ka mbetur nga Dyrahu. Edhe Durrësi është i rrëmujshëm si Tirana, kaos, trafik dhe mungesë vendesh parkimi. Imagjinoni se si bëhet këtu gjatë verës. Parkuam makinën në afërsitë të qendrës edhe e përpara na u shfaq ky portik që daton që në kohën e Justinianit. Kemi ardhur këtu tek tregu bizantin ose sheshi i tregut bizantin që daton në shekullin e 6 dhe të vjen keq që e sheh kështu sepse po ta kishte bota do ta kishte shfrytzuar. Imagjinoni sot ne kemi ardhur si turist dhe ndoshta do donim të hynim brenda për ta parë më nga afër. Në Durrës kam informacion se jetojnë shumë të huaj, kryesisht italian, por në shesh ndesha edhe një grup indianësh që punonin në Shqipëri. Edhe atmosfera e festave të nëntorit pas ka filluar të ndjehet në Durrës, bashkia pas ka bërë dhe dekorimet përkatëse. Kudo që të vërtitesh në Durrës, ndesh edhe me objekte të trashëgimisë son kulturore. Imagjinoni pak se çfarë mund të fshenë në toka e këtij thesari të antikitetit. Kjo është edhe veliera e famshme, që bëri jo pak zhurmë gjatë ndërtimit, protesta, kundërshtime, mendime ndryshe e të tjerë, por ja ku e ndërtuan. Iran Vërdall dhe rrugicat e mbushura me monumente kulture që janë të shumta, na sollën tek amfiteatri i Durrësit, një nga objektet e paprekura që në periudhën e ndërtimit. Është një arenë gjigande me një diametër prej 136 metrash dhe me rreth 20.000 spektatorë. Amfiteatri i Durrësit është më i madhi dhe më i rëndësishmi jo vetëm në Shqipëri, por edhe në Ballkan. Është ndërtuar në fillim të shekullit të dytë të erës son, gjatë sundimit të perandorit Trajan. Mi sembra abbastanza chiara la situazione. Është për të ardhur keq në fakt sepse ishin 2 turist italian, me sa i kuptova, dhe refuzuan të paguajnë biletën prej 300 lekësh ose 3 eurosh. I dëgjova teksa flisnin me njëri tjetrin dhe thonin që duket qartë që nuk ka gjë për të vizituar, nuk ja vlen e tjera me radhë dhe u larguan. Kjo për shkak se nuk është mirë mbajtur, por është keq mbajtur. Në fakt, Durrësi është qytet shumë i bukur, por ajo që është për të ardhur keq është sepse nuk është mirë mbajtur dhe nuk është ruajtur pjesa më e madhe e trashëgimisë kulturore për sa i përket Durrësit të lashtë, sepse mendohet që është 2600-2700 vjeçar, madje edhe më i vjetër se Pompei, dhe një arkeolog më ka thënë që mbi Durrësin e vjetër është ndërtuar një qytet i ri, që do të thotë që gjitha objektet e trashëgimisë kulturore ose janë zhdukur ose kanë mbetur shumë pak.
Tani është koha për të konsumuar drekën. Do ikim në periferi. Rruga për të shkuar tek restoranti ishte pak e mundimshme, por pash edhe makinat vogla që ishin në të njëjtin destinacion. Ja ku mbritëm një strukturë e re që quhej Zana. Ja ku erdhëm më në fund tek Zanat në Durrës. Ambienti në fakt duket shumë i bukur. Shohim se çfarë ofrojnë dhe si shërbej. Ky ishte edhe ai që mbëri që të vi deri këtu. Një tunel që shpërndahej nëpër dhoma hoteli Madomendja, por që ishte ende në punime sipër. Që e ka mbyllur kurioziteti. Pamja që ofronte ishte shumë e bukur. Shihje Durrësin që shtrihej përgjatë Adriatikut. Kësaj radhe kishim rezervuar, edhe pse erdhëm një orë me vonesë, tavolinën na e kishim mbajtur. Nga ajo që vura re sapo hyra, kishte shumë njerëz, por edhe shumë personel. I hodhëm një sy të shpejt menus, ne porositëm një mesore për 2 persona që kishte të përfshirë edhe sallatën Zana, një shishe ujë, gjysmë litri verë dhe një role viçi me pure patatesh dhe një rosto me kërpudha dhe porcini. Tek mesorja mund them se porcioni i byrekve nuk ishte për 2 persona. Gogozharet dhe reçeli besoj se nuk ishin nga dora e nënës, ndërsa tavën e dheut unë preferoj t'i fry përpara se ta konsumoj. Kam ardhur për drek tek Zanat në Durrës me Genën, me këngëtarin. Në fakt nuk kam ardhur me Genën, por që kur kam ardhur deri tani s'ka pushuar së kënduari. Vetëm Gena këndon. Gëzuar Gena. Le më ke borxh një drek se të radhë për paguaj unë, radhës tjetër ti. Shërbimi ishte shumë i mirë, edhe rendin e respektuan me përpikmëri. Nuk e sollën mishin pa mbaruar sallatën dhe për shijet e mia të dyja pjatat donin edhe pak më shumë pjekje. Megjithatë ishte mirë në përgjithësi dhe çmimi i tavolinës për 2 persona kushtoi 5.400 lek ose 54 euro. Nuk morëm ëmbëlsirë sepse kam dëgjuar që është një pastiqeri që është ndër më të mirat në Durrës. Shkojmë ta provojmë. Sa e mori vesh Gena poshtë që i thash do pagush ti herës tjetër, erdhi Sandri. Kjo është edhe pastiqeria që ju thash, është përballë Velierës dhe ne fillimisht morëm nga një kafe, më pas një tiramisu dhe një çokoladë Dubai. Nuk ishte ajo që prisja, por gjithsesi për ta tretur na duhej një xhiro në shëtitoren Marinari Buzdetit. Edhe këtij vlogu i erdhi i fundi, kështu që nga sheshi Marinari këtu në Durrës, ju lë takim në të enjten e ardhshme dhe mos harroni të bëni subscribe.